Përshëndetje, sot I kem dy fjalë për këta OVL e UÇK-s, OVL e PD-k-s. Në një video që ka dalë pram në për këtë rrjetet sociale, çka flet për këta OVL e Prishtinës. Po, unë po e tham me kompetencat plot, ne has, para 2 vite, me qendrën memoriale në Prishtinë, qendrën kryesore, e cila është përgjithse, ne kemi ndërtuar një memorial në një fshat aty mes Hasit, të cilët janë 43 dëshmorë legjitim. Kurse janë edhe 3 shtatorë të cilat janë ndërtuar, njëna është në Grozhë, fatkeqësisht e mashtruar edhe vjedhne, po e tham publikisht. Disa persona e kanë ndërtuar ata, dhe një është në lubisht të Hasit, e cila është një mashtrim tepër I rëndë për zonën tonë edhe për Kosovën, e cilën me fuqinë politike, disa më thojë komandant, që cilët kanë qenë në Shqipëri, janë kthyer dhe në vit flas për një vit të gjithë pikun, duke përdor feshën të kusht besimit vet. Në fshatën Lubisht kanë ndërtuar me mjetët të popullit një shtëpi të luftës e cila është farse, është mashtrim. Edhe ne jemi kundër kësaj. Edhe ato gradualisht dega Hasit, duke bashkëpunuar me prokurorin, do t'i zhvan ato, do t'i sjellë në vendin ku duhet, sepse nuk mund ta mashtrojmë luftën, nuk mund ta mashtrojmë gjeneratën, edhe nuk mund ta mashtrojmë vetveten të cilët banë rezistencë pa bë. E keqja krejt kësaj që kësi njerëz në Kosovë janë pak, që del e thet vërtetën. E keqja e kësaj që në anën e kundërt ka shumë njerëz që kanë përfitu, edhe një njëri që ka pas pare ka mujt me ble një përmendore, ka mujt me ble një status të veteranit, ka mujt me maru një shtëpi për UÇK-n, pa kon heq UÇK asajt pare, në ashta s'ka kalu heq, as një ushtar asajt pare, edhe del ta maran një shtëpi ato me tja qet flamurat e UÇK-s, 5 kat për pjet, edhe thët unë jam UÇK, pa kon kur në UÇK. Respekt për këtë njeri që pas ka dal ka fol haptas. Zona Hasit, thët filan venin, janë 3 sene që nuk janë vërteta, janë rana, janë mashtrime, janë bleme. Po kush për ban që tu, që ato është problemi, se këto vinë prej Snaltit, këto vinë për OVL-s në Prishtinë, prej qytyne Mucatit, këtina Haradina që shëkane naj Nasimi, këta janë shefat kryesor qytyne sene. Edhe prita deri që tash mos po reagojnë këta OVL-t e Prishtinës, OVL-t e PD-k-s mos po reagojnë kundra këtina dishka me thonë që jo, nuk është të vërtet që ta unë që pëthu, po është qështu, edhe naja kena dhonë lejen që aj me ndërtu një shtëpi, aj tjetri me bo një përmendore, këtë tjetri me bo veteran, për shembull, po hiç nuk reagon kërkush. Interesant. Tani njëri nis me besu që dishka kam shefet në këto sene. Unë e këtina I besoj plotësisht, ky ka drejt çka është ka fol, se që si rase kri, da për këtë Kosovën në kisë si rase, nuk është veç në has. Ky ka dal trimi, se të ku ka trim, ka dal para televizionit edhe të thonë, po ka shumë tjerë që nuk guxojnë me dal para televizionit edhe me thonë ato që do të me thonë. Ky Eroni pas ka dal, halal e kuft, se ka pak njerëz që e mbrojnë prej me UÇK-n, e ka shumë njerëz të këqij që në emër të UÇK-s kanë marrë ka 200 hektar tokë, 300 hektar tokë, kanë marrë restorante, kanë marrë placa, kanë marrë fabrika, kanë marrë çka kanë gjetë për para. Edhe që tatë njëjti që kanë vjedhë në emër të UÇK-s, sot dalin me amblemen e UÇK-s këtu, thëtë unë jam patriot. Në emër të UÇK-s I ka marrë 300 hektar tokë. Edhe shka mu ma shumëti që më dhemë kër I shoh, edhe që dyshoj në patriotizmin e tyne, del njëri në televizion thët, baba I Adriatik Kelmendit është udbash. Ka rej, ka sakatu, ka si, ka kështu, ta në të zezat.
Edhe i njëjti për çdo mëngjes shkon në televizion çatina të boshit për çdo ditë jep deklarata që i ka me dhonë për shembull. E këshyri Hashim Thaqin pe Hagës i kem 72.000 gazetarë në Kosovë e ka gjetë Adriatik Kelmendin, birin e Utbashit, me dhonë intervist prej burgit të Hagës. Është diçka që tu që nuk përshkon, diçka në rregull o burr. Unë kur dikujt i tham Utbash, jam i bindun që është shpion. Jam 100% i sigurt që baba, ose djali, ose antari ngusht i familjes, se nuk i përzi antar tjerë, se ka antar tjerë nuk kanë lidhë me këta, po baba dhe djali për shembull, apo që anë po shkoj, për çdo ditë më çu në mëngjes, në ora 7 mëngjesit, edhe me dal me dhon intervista për çdo ditë. Kuna me dhon për shembull intervista gruas Dardan Gashit, që zi eter nuk ka lënë pa thonë për që kënë. A më bëshit s'ka lënë sen pa thonë. Edhe këta patriota të vëllës për çdo ditë, për çdo mëngjes, i ki ato të gruaja Dardan Gashit të dhonë intervista. Jo për në që se je veç pak patriot, veç 0.5% njeri normal nuk shkon me dhonë interviste ta. Ki bre televizion atjerë ki, sa dush. Po dhe hezbre mës me dalë në televizor, mi afton një status në Facebook, sot po shkepet statuset e Facebookit në tanant, që të një video në TikTok. Ju lutna kam qëton, shpërndam na krejt. Edhe krejt kanë me të një mu me shpërndam, kur je i sinqert. S'ki nevoj për me shku të djalli Utbashit me dhonë intervista për çdo sabah, për çdo mëngjes. Nuk e di, ajnë në të bukës ajo. Edhe delu, thet, na jena patriota, a ju peshoni që kënë, ju mërë ti e ka shoni që kënë. Ju i në të shohë që kënë. Ti këqyre shka keni bon hasë, çka keni bon krejt komunat e Kosovës, e njëjta histori, e keni shti adetarin, e keni shti edhe Utbashin list njëjt. Veteran të që kësë e ke bon edhe Utbashin, edhe patriotin. Ja ke hu vlerën patriotit, kur ja ke shti Utbashin ato. Ke shku, jo ke dhon leje me maru shpia të që kësë. Ke shit edhe përmendore, tash po del si pas atina edhe përmendore pas ke shit jo vor. Dikush ka pare, dën me bon stërgjyshin për atë 300 vjetë që i ka jetu, tha ta ka në që kë. Ka pare, aj ta maran, ato një përmendore 7 metra, të bronzet, tja qëtë emni në që kë, jo jep një lejen. Nuk shkën të sene. Ta një dinje dhe thone, jo po dë njerës për dëmtoj në që kën. Jo mërë e dëmtoj në që kën me argumente, me punë, që jeni të ba kundra o që kës. Me fjallë nuk mund është me dëmtu kur o që kën. Vesh me shto punë të zeza, që i keni bon, jeni të i bon, që kjo ju qëtë juve në fund pusit. E njerës nuk ju besojnë, edhe njerës mos më ju besu, edhe në malë që nuk beson e burë, kur shef për çdo ditë me një televizion Klan Serbia, kryetari i OVL-s për çdo mëngjes në Klan Serbijës. Për shka për inatit Albin Kurtit. A në televizion Serbijës. Me gazetarët pagun për Serbijës. Edhe këni në mshit është patriot, që të dyja nuk shkojnë bashkë. Ja, më vjen shumë keq. Veç nese sot më një gra një shet një alo
tash nesnja edhe në sen tjetër, s'po di shka keni me shqit, nesnja po bani duplo, për mendore shqitni shpija, plane, sene, nemën të që kësë qatë mëni, vim, bani edhe në e pare, se pak keni bo miliona, bani edhe një 400-500 hektar, to këta nështë ta mos pëngi në herë. Nëjse se u dola, ju përshëndes, kaloni mirë.